Ferri është realitet. Biblia është as pak e paqartë për këtë. Por ka tre mënyra historike se si është kuptuar. Qysh prej kohës së etërve të kishës, besimtarët janë sfiduar me shpjeguar se çka do të thonë Biblia kur flet për ferrin. Edhe normalisht secila palë është e bindur që pikpamja e vet është më biblike, edhe të tjerët janë gabim. Këto tre kuptime të ferrit janë: së pari, mundimi i përjetshëm. Sipas kësaj pikpamje, të pabesit do të përjetojnë dënim e vuajtje pafund, larg prej Zotit, përgjithmonë. Kjo është mënyra më tradicionale që shumica e kishës e ka mësuar ndër shekuj. Pamja e dytë është shkatërimi i përhershëm. Kjo thotë se të ligët nuk do të mendohen përgjithmonë, por do të shkatërrohen krejt. Dënimi i tyre është i pakthyeshëm, por jo i pafund në kohë. Është vdekja e dytë, pa kthim. Kuptimi i tretë është pajtimi i përgjithshëm. Ky kuptim shpreson se në fund, përmes hirit të Krishtit, të gjithë njerëzit do të shpëtohen. Edhe pse shumë e shohin si tepër optimiste, disa etër të hershëm e kanë besuar. Pra, këto janë tre mënyra kryesore se si është kuptuar ferri, por dëgjoj mirë. Qëllimi im s'është me ta ndryshuar mendjen, por me çtime menu pak më thellë për këto sene. Edhe pse është interesante me studiu ferrin, besimi yt për natyrën e ferrit nuk e përcakton shpëtimin tënd, por besimi yt tek Jezusi si Zot dhe shpëtimtar e përcakton shpëtimin tënd. E tash pyetja për ty është kjo: cila nga këto tri pamje mendon se e pasqyron më mirë zemrën e Zotit dhe fjalët e Shkrimit?